Landhysi i ftuar në një studio televizive pasi hyri në shtëpinë e Big Brother VIP gjatë sfidës së mosreagimit, shpjegoi se mesazhi që i dha Miri teksa mes fjalëve thuaj se çfarë tërsi kam që të kam komshie, Landi u shpreh se ishte për këdo nga banorët që Miri ka pranë atë shtëpi. Ai komentoi dhe reagimin e Seline, e cila ju drejtua me fjalët të nxjerrja kapakun, duke thënë se nuk ka më mirë se të jesh kapaku për të nxjerrjen e Mirit. Mesazhi ishte për të gjithë ata që janë afër Mirit, ndërsa sa për Selinën, nuk ka gjë më të mirë se të jesh kapak dhe të nxjerrja për Mirin. Brenda të nxjerrjes ka një publik që zien duke mbështetur Mirin. Ne të dy jemi të nxjerrja e kapak me presion që vlojmë. Kur iku doktor Flori, isha i mërzitur dhe i thash Mirit që ta linim fare dhe mos këndoni më. Por ka qenë Miri ai që ka ardhur disa herë nga Gjermania për të më bindur që të vazhdojmë këtë gjë. Pra nuk e di në jam unë shpirti i grupit apo Miri. Në shtëpi kam bërë prova se si të qasesha Mirit, por ishte e pamundur, u emocionova kur e pash. Kisha zërin që më dridhej dhe gjërat nuk shkuan siç duhet, por të paktën i dhash mesazhet që doja. Të gjithë banorët më shinin. Unë doja ta përqafoja Mirin, por hoqa dorë që mos t'i shkaktoja një ngarkesë, tha Landi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.